Rreth 24 milion euro ishte dëmi ekonomik dhe menaxhimi jo efektiv i parave publike, që kontrolli i lartë i shtetit zbuloi gjatë auditimeve në 8 muaj të vitit të kaluar. Publikimi i raportit të fundit vlerëson se gjatë periudhës janar-gusht 2025 janë dhënë 148 rekomandime mbi gjetje me efekte negative në buxhetin e shtetit. Dëmi ekonomik në buxhetin e shtetit është konstatuar 60% në fushën e shpenzimeve dhe 40% në fushën e të ardhurave. Në fushën e shpenzimeve, peshën më të madhe e zën shkeljet e konstatuara përgjatë procedurave të prokurimit dhe zbatimit të kontratave. Ndërkohë në fushën e të ardhurave, peshën më të madhe zën të ardhurat nga aktiviteti doganor, si pjesë e mosarkëtimit të detyrimeve doganore, pagesa detyrimesh doganore, përjashtimi i padrejtë nga pagimi TVSH-s dhe trajtimi i gabuar i shkeljeve doganore. Gjithashtu, problematika janë evidentuar në të ardhurat e munguara nga administrimi i pasurisë shtetërore dhe marrëdhëniet kontraktuale me palët e treta, në shumën prej 1,47 milion lekësh, nënvizon KLSH.